E majta amerikane është në panik, duke kujtuar se Trump mund të ketë sukses të ajo që quhet Golden Age. Në qoftë se dështon me tarifat, natyrisht do të jetë lehtë për demokratët të marrin Kongresin. Trump po kryen politika dikur të ndërruara nga e majta amerikane e qendrës. Në politikën e jashtme, Iranin e ka shkatruar. Mund ta bombardoj kur të doj, Irani nuk ka mbrojtje kundër errore. Shpenzoi $1 miliard dhe shkatroi Hutis. Hezbollahu dhe Hamas nuk e ka forcën siç ka qenë. Marrëveshja me Ukrainën tregon zgjuarsinë e Trump, kërcënimin ndaj Putin, do të lejoj Krimen dhe Donbasin të mbes me Rusin, Ukraina nuk do të kërkoj të hyjë në NATO, por do të armatoset shumë herë më tepër për të kundërshtuar rusët, do të krijohet një korridor shkëmbimeve tregtare, një zonë e demilitarizuar gjithashtu, dhe do të krijohet një korporat shtetërore 50-50 me detyrimin që të mos privatizohet kurrë. 10 ditët e para, fitimi do të shkojë për rindërtimin e Ukrainës. Në Gaza, gjithashtu, ndryshon nga presidenti Biden, i cili nuk ndihmoi Ukrainën me armatime të rënda, dështoi në Afganistan, pra Trump, si me trysni ndaj BE-s për NATO, duket se është i suksesshëm. Problemi është i gjithë të tarifat. Përse friksojnë demokratët? 5 trilion deri në 8 trilion dollar investime nga kompanitë e mëdha të huaja por dhe amerikane, në qoftë se do të fillojnë dhe të funksionojnë, do të thotë rritje të rrogave të punëtorëve amerikanë. Kjo i të merron demokratët. Gjithashtu janë vetëm 5 shtete me të cilët do të bëjë ato që thuhen në thonjza pazare për tarifat. Kanada, Meksik, BE, Gjermania po e themi, Japoni, Indi, Kore të Jugut dhe ajo më rëndësishmja me Kinën. 50-50 mundësinë që ta mbyll dealin që për herë të parë Amerika të mos të ketë deficit tregtar $1.2 trilion. Në qoftë se kompanitë e huaja do të prodhojnë këtu, investimet do të hyjnë këtu, Trump do të jetë i suksesshëm në ekonomi. Çka është kryesorja? Do ketë shpime pusesh nafte pa kufizim. Do të shfrytëzohet qymyri i pastër, qymyri dhe centralet bërthamore. Amerika do të eksportojë energji. Do të përfitojë Europa, jo vetëm gaz, por edhe naftë. Sanksione ndaj vendeve që blejnë naftë në Iran. Lidhur me kolegjet, me Harvardin, duan apo nuk duan të majtët radikal, do të ndodhë një reformë në arsim. Miliarda dollar kot nuk do të jepen për Harvardin dhe kolegjet tjera me politikat majta anti-amerikane. Do të vendos taksa mbase, se kanë pasur përfitime, nuk pagonin taksa, edhe këtu është diktues. DEI ka vdekur, jo vetëm në zyrat e administratës, por dhe në kompanit, në korporatët private. Ekonomia ka shenja shumë pozitive. Jo vetëm do të ketë rritje ekonomike, jo vetëm ulje të papunësisë, por dhe përfitimet e korporatave do të rriten. Pra, Trump është duke kryer një kundër revolucion ndaj revolucionit të majtës, është më shkundës se sa Reagani kur i dha një xhamp të madh ekonomisë dhe fitoi luftën e dytë, luftën e ftohtë. Pra, siç i tha dhe Bill O'Reilly, unë e di s'vet çfarë po bëj. Prisni, kanë kaluar vetëm 100 ditë. Pa harruar suksesin fantastik me vulosjen e kufirit, me deportimet masive deri në 1 milion emigrant me të dhëna kriminale, edhe pse sistemi i gjykatësve në drejtësi gjykatësve të majtë kërkon ta frenoj nga 140 urdhra ekzekutiv,
janë ngritur mbi 120 padi. Kërkojnë të vënë dyshim ligjin që përdor nga viti 1800 për gjendjet të jashtëzakonshme të deportimeve, por fundit gjykatësit e majtë që janë thuajse gjysma duhet ta kuptojnë që edhe gjykata supreme nuk ka as buxhet, nuk ka as ushtri, pra nuk ka forcë të përballet me presidentin e Shteteve të Amerikës, Donald Trump, i cili problemin që ka me mënyrën se si flet. Let Trump be Trump, thot Lewandowski. Ajo që doja të veçoja është sfida e madhe që zoti Trump bën për pollet, të cilat dështuan duke mos treguar dot fitoren e tij, dhe në qoftë se pollet marrin më shumë në pyetje demokrat, dihet që mos aprovimi i Trump do të jetë në këto shifra. Trump është një president që nuk shkon dot mbi 50% aprovull. Është karakter i tillë. Ka dëshirë të provokojë, sa më shumë ta urrejnë demokratët, radikalët e majt, aq më shumë e duan njerëzit e magas. Ne, si vend i vogël, Shqipëria për të gjysma jonë Kosova, natyrisht duhet të përfitojmë nga fryma konservatore nga kjo administratë. Rubio është fuqizuar, Grinell nuk shkon tek ai posti këshilltari i sigurisë kombëtare ende, një plus për ne, por dhe për Kosovën. Lidhje me qëndrimet ndaj opozitës ka ndryshuar tërësisht në Departamentin Amerikan të Shtetit, edhe pse fizikisht Berisha nuk ka ardhur në Amerikë. Unë kam pasur idenë që si frym, si ide, si grupim, ai është në departament. Qëndrimi ndaj Ramës do të jetë thuajse i njëjtë si ndaj Fatos Nanos Nike. Në qoftë se do të guxojë të nxjerr bandat për të vjedhur votat, fundi i tij nuk do të jetë arratisja në Vjenë si Nano, por me atë parullën që çuditërisht e ka gjetur bukur ish kryetari i PD-s ku i ke shokët Ram. Nuk është aq e lehtë të blesh heshtjen këtë radhë me një administratë që në Departamentin Amerikan të Shtetit po bën përmbysje të mëdha, dhe Rubio e ka deklaruar që do të marrë fund dhe ka marrë fund platforma për të majtët radikal kuto në botë për të luftuar konservatorët.